Një ngjarje e fuqishme si El Niño mund të shtyjë rreth 49 milion njerëz të tjerë në pasiguri akute ushqimore në disa nga rajonet më të prekshme të botës deri në fund të vitit të ardhshëm, tha programi botëror i ushqimit. Sipas një raporti të agjencisë OKB, kishte mundësi për 81% për një ngjarje shumë të fortë të El Niño, me temperaturat e sipërfaqes së detit në nivelet e tyre më të ngrohta që nga të paktën viti 1982 dhe potencialisht duke bërë atë ngjarjen më të fortë të tillë që nga viti 1950. El Niño, një ngrohje periodike e temperaturave të sipërfaqes së oqeanit në paqësor, ndryshon modelet globale të motit dhe shpesh shoqërohet me thatësirë në Afrikën Jugore, musone të vënuara në pjesë të Azisë dhe rreshtet të çrregullta diku tjetër. Programi botëror i ushqimit vlerëson se numri i njerëzve që përballen me pasiguri akute ushqimore mund të rritet me gati 49 milion, duke arritur në një total prej 274 milion njerëz. Kjo është një rritje prej 22% në krahasim me popullsinë bazë që tashmë përjeton pasiguri ushqimore në nivel krize ose më keq, bazuar në një analizë të 45 vendeve të konsideruara të cënueshme ndaj efekteve negative të El Niño. Amerika Qendrore dhe Afrika Jugore pritet të jenë rajonet më të goditura me numrin e njerëzve me pasiguri ushqimore që pritet të rritet me 83% në Amerikën Qendrore dhe gati 75% në Afrikën Jugore. Afrika Jugore si dhe Amerika e Jugut dhe Karajibet mund të regjistrojnë secila më shumë se 12 milion njerëz të tjerë të bien në pasiguri akute ushqimore. Agjencia OKB tha se parashikimet aktuale tregojnë për deficite të rreshjeve në pjesë të Afrikës Lindore, Sahelit, Amerikës Qendrore dhe Karajibeve, ndërsa rreziqet e përmbytjeve mund të rriten në Somali dhe zonat fqinje. Ndikimet të konsiderueshme parashikohen gjithashtu në të gjithë Azinë Jugore dhe Juglindore, ku rreziqet e thatësirës, musonet e pabarabarta dhe përmbytjet e lokalizuara mund të prishin prodhimin bujqësor, thuhet në raport. Agjencia theksoi se parashikimet mbeten të pasigurta dhe se ndikimet do të ndryshojnë në rajone të ndryshme, por paralajmëroi se qeveritë dhe agjencitë e ndihmës duhet të përgatiten